Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria shqiptare para një jave miratoi projekt ligjin për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që zvendëson qendrën e shërbimeve arsimore. Agjencia do të ketë status autonom për të garantuar pavarësi, standarde më të larta dhe transparencë në administrimin e provimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe shërbimin e digitalizuar për njohjen e diplomave. Ky vit akademik ka shënuar numrin më të lartë të studentëve spanjoll që zgjedhin Gjirokastrën për të kryer praktikën profesionale. Vetëm brenda një muaji kanë mbërritur në qytetin e Gurt 15 të rinj që vinë në kuadër të programit Erasmus+. Me Shqipërinë e veçanërisht me Gjirokastrën e lidh historia e të atit. Profesori italian Antonio Scarelli, gjatë qëndrimit disa ditor në Gjirokastër, ku mbajti disa leksione në Universitetin e Qerem Çabej, përsolli përmes mikrofonit të RTS Gjirokastra edhe historinë e babait të tij, kur ishte ushtar në luftën e dytë botërore. Në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje ndjeshme e rasteve me viroza krahasuar me muajin shkurt. Në këtë periudhë paraqitet mesatarisht rreth 20 raste në ditë, ndërsa më parë numri shkonte mbi 40 vizita. Mjekët thonë se aktualisht dominojnë alergjitë e stinës, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar veçanërisht tek personat me probleme kronike të frymarrjes. Ju njohim tani më gjërësisht. Qeveria shqiptare para një jave miratoi projekt ligjin për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që zvendëson qendrën e shërbimeve arsimore. Agjencia do të ketë status autonom për të garantuar pavarësi, standarde më të larta dhe transparencë në administrimin e provimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe në shërbimin e digitalizuar për njohjen e diplomave. Në këtë kuadër, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro kreu një vizitë në Universitetin e Cambridge-it, me të cilin do të bashkëpunojë në këtë drejtim. Në vijim të një jave dedikuar projekteve ndërkombëtare, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një vizitë pune në Universitetin e Cambridge-it në kuadër të reformës për modernizimin e sistemit të testimeve dhe vlerësimeve në Shqipëri përmes krijimit të Agjencisë së Shërbimeve Arsimore. Ky bashkëpunim me Universitetin e Cambridge-it synon ndërtimin e një sistemi të ri, transparent dhe të besueshëm në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Në fund të një jave shumë intensive me projekte ndërkombëtare, këtej nga Universiteti i Cambridge-it, ku prej 2 ditësh jam bashkë me ekipin e Qendrës Shërbimeve Arsimore për të vijuar etapën e dytë të një pune të nisur prej 2 vitesh. Një javë më parë miratuam në qeveri ligjin për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Bëhet fjalë për reformimin e një prej institucioneve shumë të rëndësishme të Ministrisë së Arsimit, që ofron sot sistemet e testimeve kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të provimeve për profesionet e rregulluara, siç është profesioni i mësuesit, ai psikologut, infermierëve, imazherizëve, fizioterapistëve e të gjitha me radhë. Është shumë e rëndësishme që në kontekstin e krijimit të kësaj agjencie të re, me platforma të reja dhe sisteme të reja digjitale, të kemi standardet më të larta të mundshme krahas partnerëve tanë në Europë. Universiteti i Cambridge është një ndër 4-5 qendrat më të rëndësishme dhe prestigjioze këtu në Britaninë e Madhe, kur bëhet fjalë për sistemin e vlerësimit të provimeve shtetërore, të testimeve ndërkombëtare, me një shtrirje të gjerë prej miliona e miliona provimesh në të gjithë botën, që ofrohen pikërisht nga Universiteti i Cambridge-it. E pra, bëhet fjalë për të krijuar jo vetëm një sistem të ri transparence dhe besueshmërie në shërbimet që do të ofrojë agjencia, por edhe kushte të reja fizike dhe infrastrukturore. E gjitha kjo krahas edhe me një tjetër partner shumë të rëndësishëm të Ministrisë së Arsimit, që është Fondacioni Shqiptar-Amerikan për Zhvillim, ekspertiza e cilëve dhe mbështetja edhe financiare e tyre është shumë e vyer në të tilla programe të reja sfiduese. Nuk është një ide që lindi sot, është një punë e cila ka 2 vjet që përgatitet nga ekipi i Ministrisë së Arsimit. Sfida është e gjitha përpara, do të miratojmë ligjin parlament, do të bëjmë gjithë investimin e dur infrastrukturor dhe sidomos do të ndërtojmë sistemin krahas partnerit ton të ri, që është Universiteti i Cambridge-it në këtë reformë të re. Reforma përmbështetet nga ekspertiza e Universitetit të Cambridge-it dhe partneriteti me Fondacionin Shqiptar-Amerikan për Zhvillim, duke kontribuar në ndërtimin e një sistemi bashkëkohor.
Ky vit akademik ka shënuar numrin më të lartë të studentëve spanjoll që zgjedhin Gjirokastrën për të kryer praktikën profesionale. Vetëm brenda një muaji kanë bërritur në qytetin e Gurt 15 të rinj që vinë në kuadër të programit Erasmus+. Për ta, kjo është një mundësi për të përfituar përvojë në profesionet e tyre, por njëkohësisht për të mësuar më shumë rreth qytetit të UNESCO-s e jo vetëm. Gjirokastra ka mirëpritur një tjetër grup studentësh nga Spanja që vinë për të zhvilluar praktikën profesionale, mundësi që jep Erasmus+. Janë 10 të rinj që përveç përvojës që do të marrin lidhur me profesionet e tyre, do të eksplorojnë edhe kulturën, historinë e natyrën shqiptare. Y vengo del sector de informática. Unë nga sektori IT-s. Kam parë që është një qytet shumë i bukur për turizëm dhe do të doja ta eksploroja më tej dhe gjithashtu të zhvillohesha profesionalisht këtu në kompaninë që më është rekomanduar. Vengo de Erasmus Jam këtu me programin Erasmus+. Vi nga Valencia, nga shkolla e mesme Jes Bernatin Hogar dhe jam në Universitetin e Gjirokastrës për momentin. Më pëlqen shumë qyteti, shpresoj të kem një përvojë të shkëlqyer si akademike ashtu edhe kulturore. cultural. Të rinj që studiojnë në fushat e turizmit, administrimit dhe IT-s do të shpërndahen në biznese e institucione që funksionojnë në qytet. Ky është grupi i dytë i studentëve spanjoll që mbërrinë në Gjirokastër brenda një muaji. Në kuadër të ndërkombëtarizimit, Universiteti i Gjirokastrës pret brenda një muaji edhe 10 studentë të tjerë, të cilët vinë nga institucionet spanjolle, kryesisht janë shkolla profesionale teknike. Para një muaji kanë arritur 5 studentë që i kemi shpërndarë në kompanitë, kryesisht kanë qenë në fushën e IT-s. Sot 10 studentë do të shpërndahen në bizneset, në institucionet në Gjirokastër. Janë kryesisht në fushën e turizmit, teknologji informacioni dhe në biznes. Universiteti e Qrem Çabej ka fituar certifikatën charter nga programi Erasmus+, që i jep mundësinë të aplikojë për të thithur fonde për mobilitete deri në vitin 2027. Në këtë mënyrë pritet të rritet edhe numri i shkëmbimeve si për stafin edhe për studentët. Me Shqipërinë e veçanërisht me Gjirokastrën e lidh historia e të jatit. Profesori italian Antonio Scarelli, gjatë qëndrimit disa ditor në Gjirokastër, ku mbajti disa leksione në Universitetin e Qrem Çabej, përcolli përmes mikrofonit të RTS Gjirokastra edhe historinë e babait të tij, kur ishte ushtar në luftën e dytë botërore. Për 3 vite, i ati ti ka qenë në Shqipëri si pjesë e forcave italiane në luftën e dytë botërore. Kjo është historia që ndan me ne profesori Universitetit të Tuskjas, Antonino Scarelli, i cili shprehet se di shumë pak rreth qëndrimit këtu të babait, Adelinos, duke në treguar edhe letër njoftimin me të cilin ishte pajisur gjatë asaj kohe, që prej ardhjes së parë në Shqipëri jeton me këtë peng, duke e bërë edhe më të veçantë lidhjen me Gjirokastrën. Nuk kam mbrojtur shumë kujtime nga babai për kohën kur ai ishte në Shqipëri, por ai më fliste vazhdimisht për lumin Vjosa. Pengu im është pikërisht fakti që nuk e kam pyetur më shumë për këtë periudhë të jetës së tij, sepse herën e parë që erdha në Shqipëri dhe pash malet nga avioni u mallëngjeva. I mat nuk jetonte më dhe unë kam jetuar prej asaj kohe me këtë peng. Herën e parë që erdha në Gjirokastër, vizitova kazermën ku ai jetonte, si edhe vendet e tjera për të cilat kisha dëgjuar prej tij. Pash tankun në Kala, topat e luftës së dytë botërore dhe kush e di, ndoshta në njërin prej tyre është tulur dikur edhe ai. Prandaj lidhja ime me Gjirokastërn është e thellë. Atërore le të themi. Ai ka folur shumë mirë për shqiptarët pavarësisht të këqijave që kishte lufta, shprehet profesori për babain e tij, i cili në atë kohë ishte 32 vjeç, e kishte lënë në Itali të shoqen dhe vajzën 2 vjeçare. Kur u kthye nga Shqipëria nga stacioni i trenit, ai bëri 12 kilometra në këmbë deri në qytet, ndërsa ai me më, bashkëshortja e tij ishte duke e pritur. Por ai para se ta takonte ndaloi në kish për të falendëruar Zotin, që ishte kthyer shëndoshë mirë pas 3 vitesh në Shqipëri. Ai ka folur gjithnjë shumë mirë për shqiptarët, pavarësisht të këqijave që kishte lufta. Në fund të fundit ai ishte një prej atyre që u detyruan të bëjnë pjesë e luftës dhe ishte njëri që nuk bënte keq. Kur erdhi në Shqipëri, ai ishte 32 vjeç dhe kishte një vajzë të vogël 2 vjeçe. Profesor Scarelli vlerëson arkitekturën e qytetit të Gurt, ndërkohë që zbulon se shkrimtari më i dashur shqiptar për të është Kadarea.
E imagjinoja Gjirokastës një qytet jo kaq shumë historik, ndërkohë që në të vërtetë është një ndër qytetet më përfaqësuese të Shqipërisë, krahas Beratit, me çartitë e veta karakteristike dhe arkitekturën e veçantë. Ndaj do t'i këshilloja Gjirokastrit ta ruajnë këtë veçanti dhe të mos kopjojnë modele të tjera arkitekturash. Kjo është një prirje që në fakt e kanë vënë re edhe te shqiptarët, sidomos tek ata që kanë emigruar dhe përpiqen të imitojnë arkitekturat zviceriane, italiane apo gjermane, ndërkohë që arkitektura juaj është e mrekullueshme dhe unike, përfaqësuese e kulturës dhe traditës suaj. Autori shqiptar më i lexuar prej meje është Kadareja, një nga librat e tij që më ka tërhequr shumë, ai që i kushtoi Dantes dhe lidhjes së Dantes me Shqipërinë, si edhe lirisë së shprehur nga Dante te komedia hyjnore, asaj lloj lirie që për shqiptarët ka qenë tepër e rëndësishme, sidomos pas luftës së dytë botërore dhe regjimit komunist. Profesori ishte për 2 ditë në Universitetin e Gjirokastrës ku mbajti disa leksione. Në to u përfshin studentë e staf akademik të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, si dhe mësues të arsimit parauniversitar. Ishte një ndërmarrje personale në kujtim të periudhës që babai i tij kaloi në Gjirokastër në kohën e luftës, e cila do të vijojë me nënshkrimin e një marrëveshjeje mes 2 universiteteve. Në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje ndjeshme e rasteve me viroza krahasuar me muajin shkurt. Në këtë periudhë paraqiten mesatarisht rreth 20 raste në ditë, ndërsa më parë numri shkonte në 40 vizita. Mjekët thonë se aktualisht dominojnë alergjitë e stinës, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar veçanërisht tek personat me probleme kronike të frymarrjes. Gjatë kësaj periudhe në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje ndjeshme rasteve me virozat të stinës, krahasuar me muajin shkurt. Në atë kohë, numri virozave ditore shkonte mbi 40, ndërsa aktualisht paraqiten mesatarisht 20 persona në ditë. Virozat kanë ardhur në rënje për shkak të ndryshimeve klimatike. Në vend të tyre, tani vërehet një shtim i rasteve me alergji të stinës, të cilat janë më të shpeshta gjatë pranverës. Ditë e fundit raste normale, nuk kemi raste të shtuara të sëmundjeve virale, janë kryesisht sëmundje të stinës, tani ato që dominojnë. Paraqiten të gjithë grup moshat, paraqiten edhe fëmijë të gjitha moshave, në raste që paraqiten janë dhe të moshuarit të smurt kronik kryesisht. Në ditë të veçanta kalojnë nga 25-30 vizita, dhe janë raste nga më të ndryshmet, raste me sëmundje kronike dhe sëmundje të stinës kryesisht. Ditët e para që mund të trajtohen në kushte shtëpie, në rast se gjendja e tyre pastaj rëndohet me temperaturë të lartë, me sekrecione, me vështirësinë frymarrje, të lodhje, djersitje, atëherë është mirë që të paraqiten për kërkuar ndihmë mjekësore në kushte spitalore. Mjeku pneumolog Shahin Meçe apelon për kujdes të shtuar veçanërisht për ata që vuajnë nga alergjitë sezonale, pasi simptomat mund të ngatërohen me ato të virozave dhe të çojnë në trajtime të gabuara. Të smurët të alergjik dhe të smurët me lidhjeshmëri të prekin rrugë të sipër me të frymarrjes, mirë është që të bëjnë një jetë rregullt, një ushqim të shëndetshëm, si dhe të shmangin mjediset e mingarkuara, sidomos tani që fillon polinizimi. Mjekët këshillojnë qytetarët që në rast simptomash të mos vetë trajtohen, por të drejtohen pranë mjekut specialist për një diagnozë të saktë, duke shmangur kështu komplikacionet dhe trajtimet e gabuara. Vështirësitë në treg dhe mungesa e fuqisë punëtore mbeten sfidat kryesore për kultivuesit e lajthisë në zonën e Përmetit. Dulber Tare nga Badlonja, i cili prej 10 vitesh ka mbjellë 2 dinim me lajthi, tregon se kjo kulturë kërkon përkushtim të vazhdueshëm, ndërsa përballja me tregun e bën edhe më të vështirë sigurimin e të ardhurave. Fermerët në zonën e Përmetit vijojnë të mbështeten te kultura e lajthisë si një ndër burimet kryesore të ardhurave për familjet e tyre. Në fshatin Badlonj, Dulber Tare prej 10 vitesh ka mbjellë 2 dinim me lajthi, një investim që kërkon përkushtim të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit. Ai tregon se kjo periudhë është ndër më të rëndësishmet për kujdesin ndaj tyre, ku puna në tokë dhe mirëmbajtja kërkojnë angazhim të përditshëm për të siguruar një prodhim cilësor. 2 dulym në lajthi pësë, një dulym rus, kam 23 një ullinj, këto kam 10 vjetë. Mo themi, 7-8 vjetë janë pa frikë një po, aty 10 vjetë po vetë.
Këto punime bëj punime, merrem sa kam takat, një bëj punoj, një lë. Konin lajvit në fillim, o bura më thanë se lajvit po shkojnë, jo 5.000, jo 6.000, tani as 2.500 si marrin. Ato i filluan tërdim një duan, jo punimi, jo plej. Megjithatë, fermerët përballen me vështirësi të shumta ku më kryesore të mbeten tregu i paqëndrueshëm dhe mungesa e fuqisë punëtore, faktor që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori. Se lajvit prodhojnë, nuk themi që prodhojnë, po nuk na shkojnë, nuk ka trege, ata që i marrin batjava fare. Pavarësisht sfidave, kultivimi i lajthis mbetet një shpresë për të ardhura më të qëndrueshme për fermerët e zonës. Blegtorët në Bashkinë e Finiqit kanë nisur procesin e aplikimeve për shfrytëzimin e kullotave verore, por problematik për ta mbetet mungesa e furnizimit me ujë të lerave, çka e bën të pamundur kontraktimin e gjithë sipërfaqes së kullotave. 22 deri 25 blegtor aplikojnë çdo vit pranë strukturave vendore të bujqësisë në Bashkinë e Finiqit për të shfrytëzuar kullotat verore. 3.500 hektar me kullota verore vijnë në dispozicion të blegtorëve në 5 njësitë administrative të kësaj njësie vendore. Zoti janë i qendror specialist i lartë i bujqësisë në sektorin e blegtorisë dhe shprehet për televizionin publik në lidhje me këtë çështje. Bashkinë e Finiqit dhe në përgjithësi në rrethin e Sarandës dhe Delvinës, pjesa më e madhe e kullotave verore janë krejtësisht të shfrytëzueshme. Dhe interesi i tyre është zakonisht i madh. Janë rreth 25 a 30 kontrata të cilat konkretisht do bëhen në këtë muaj dhe pjesa tjetër janë në vazhdim. Pjesa më e madhe tani e aktive ndodhen në zonat fushore, përderisa është edhe dimër, nga në zonat fushore dhe do shfrytëzohen në një kohë shumë të afërt, domethënë pjesa tjetër e kullotave verore. Përfaqja e përgjithshme e kullotave në Bashkinë e Finiqit shfrytëzohet vetëm nga blegtorët të vendas apo vijnë dhe blegtorë nga bashkitë fqinje? Pjesa më e madhe domethënë janë fermerë të cilët janë të zonës së Finiqit, megjithatë janë dhe një pjesë të cilët janë të kërkojnë dhe nga zonat e tjera për të kullotur në zonën e Finiqit. Pjesa më e madhe ose problematika që mund të themi që ka qoftë Bashkia e Finiqit dhe në përgjithësi tërë sistemi i kullotave është kryesisht për problemin e lerave, të cilat për shembull pjesa më e madhe janë abandonuar, nuk ka filluar njëri domethënë t'i pastrojë me përjashtim të vetë fermerëve të cilët i pastrojnë ose i rregullojnë vetë për të bërë një sasi uji deri në një distancë të largët, deri në momentin domethënë që të kalojë gjithë thatësira e bearit. Mungesa e ujit në lera është një problem i mbartur prej vites në Bashkinë e Finiqit. Prandaj dhe strukturat vendore të bujqësisë ngulmojnë që të sigurojnë fonde për të siguruar furnizimin me ujë të lerave, pasi situata aktuale pengon shfrytëzimin e plotë të sipërfaqes së kullotave verore. Heshtja e qëndresës së padukshme titullohet libri që autorja Eli Lajo u asjolli lexuesve e krijuesve në Sarandë në të dy gjuhët. Të veçantat e këtij libri u bën shkas që klubi i krijuesve Jonian të organizoi promovimin e këtij vëllimi me 60 poezi me ndjesi të bukura. Eli Lajo është vajza nga Janicati, krahinës Theoligos në Sarandë, që ka emigruar bashkë me shpirtin e saj poetik. Vendlindja zë një vend të posaçëm në ndjesitë, në kujtimet dhe në ndërimet e saj. Ndoshta shqipja e saj e folur është e ndikuar nga theksi gjuhës greke, por sensin e krijimit e ka të fuqishëm, sidomos në shqip, që ajo thot se është gjuhë poezie. Këtë e provon edhe me librin e saj të tretë, Heshtja e qëndresës së padukshme, që u asolli lexuesve e krijuesve në Sarandë në të dy gjuhët. Të veçantat e këtij libri u bën shkas që klubi i krijuesve Jonian të organizoi promovimin e këtij vëllimi me 60 poezi me ndjesi të bukura. Përmbledhja ime greko-shqiptare nuk lindi për të provuar diçka, lindi për të bashkuar, për të thënë se fjalët mund të bëhen urë aty ku historia bëhet murë. Unë nuk e flas mirë gjuhën shqipe, se nuk e kam folur çdo ditë, por u ula me respekt dhe përpjekje shumë të madhe dhe përktheva poezitë e mia, sepse besova se i avlente çdo gjuhë e difishon shpirtin e poezisë, veçanërisht shqipja. Në planin tematik, vëllimi organizohet rreth disa boshteve kryesore: heshtja si gjendje ekzistenciale, mungesa si formë pranie, raporti me tjetrin dhe me veten, si dhe tensioni mes brishtësisë dhe qëndresës. Këto motive nuk shfaqen të izoluara,
por ndërthure në mënyrë organike duke krijuar një tekst poetik që funksionon si rrjedhë asociative. Vëllëzimi fuqish emocional të figura e femrës, të historie trashëguese, e virtyteve të bukura njerëzore, të natyra të rrenjë të identitetit, të traditat kulturore, të padrejtësitë shoqërore si një pjesë e tragjedisë së sotme njerëzore, të dashuria universale të mbresat të lumtura të feminisë. Është libri i tretë për nga radha, por i pari shkrua në shqip dhe në greqisht. Do ta quaja Ora poetike me poeten Eli Lajo. Çdo fjalë e saj është emocion, është ndjenjë, është mendim, është frym, është breng, është dëshirë, është kujtim, ndërsa çdo varg i saj mjafton për veprim, reflektim, ndërgjegjësim. Nëna, të shoh akoma në dritën e parë të botës, duke mbajtur atë që është më e brisht, jetën, e ndjej aromën e qumshit, dheut dhe dëshirës. Si një lumë që ngjitet drejt maleve dhe në lindja më priste e veshur me plurin e kohës, si një statuj antike qende me frymë. Promovimin e këtij libri, deputeti Ardit Bido, i pranishëm në të, e vlerësoi edhe si tregues të asaj trashëgimie të pasur dhe kulturës dhe krijimit aktiv që Saranda ka. Ai ka vlerësuar promovimin edhe si produkt të një bashkëpunimi të gjerë ndërinstitucional. Se Saranda është një qytet me trashëgimi edhe me kulturë aktive, ndoshta të pakrahasueshme me qytetet tjera, dhe është kënaqësi që ta shohësh këtë aktivizim të krijuesve vendor, të cilët kanë një peshë përtej lokalitetit, një peshë në nivel kombëtar, në nivel ndërkombëtar, dhe po ashtu është realisht mbretëllënëse të shohësh këtë lloj bashkëpunimi me shkollat dhe me nxënësit të cilët janë mahnitës. Dhe kjo tregon punën e mirë që bëhet nga shkolla dhe nga mësuesit në aktivitete të tilla të përbashkëta. Promovimi i librit dëgjues të poetes emigrante Eli Lajo u inicua nga klubi krijuesve Jonian dhe u mbështet nga Bashkia e Sarandës, Qendra Rinore dhe Shkolla Nëntëvjeçare Adem Sheme. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.